Gjithnjë të kënaqur kur të kemi në programin ton në Mega Sport në aty CNN e pe Nikol Gimin ishte zjarr fare nga Kosova. Perfekt. Shumë pyetje patriotike, Kosova, Shqipëria, këto janë tema. Gazetar i njohur në Kosovë Bashkim dhe gjithë ajo. Ka se ne po flasim, po ka një mundësi teorike që në rast se fiton, nuk jam gjendje të me sa gola ndaj Zvicrës, Kosova del dhe direkt. E ke profesionale, ka që ke punu të rjetën nga 0. 5-0. 4-0 ka humba atje, tu të fitosh 5-0. Kalin e Trojës e kemi brënda. Si të fitoj 5-0? 5 gola diferencë. Përshkim? O, teori, more? Teori. Po, teori. Rast teorik, tha profesori. O, da, teorik. Jo, t'japshëm Slovenis një me që ngellëm e 10 litar, t'ja bëjshëm 4-0 atinve. Po. Ngell ke 3-0. Zvoglosh. Nuk e di regjia me informon që të kemi edhe lidhje paralele? Po. Ma thjesht. Aja ka qenë lëshim shumë. Ja, për që dojë të apisi për gosipin? Që më the? Për cilën pjesë? Po i ka martu gjithë, ka prapë në një, ka beqar, vazhdojmë kemi. Do t'jemi të ekspresit, të pjesa roz tani në këto momente, të flasim pak më në që ka në një nastuaj? Që ka në një gjithë në komtaret, pak në sa bukuria të primen, sa më pëlqeu kjo është kodronë që kështu, primen. Primen është do më thënë... Me vërtet, mos rej, primen. O tani qiko, duket çunat performancat e mira kryesisht edhe kanë faktin që po kalojnë dhe jetën private shumë mirë, shumë qetë. Janë feju, janë martu gjithë. Janë feju, janë martu. Martu, e dim që Mirlin Daku është martuar, por nuk e dim sa e vërtet është që po në pritje të një fëmije, apo jo? Inshallah, Zoti bën 2-3. Dim që Strakosha e ka konfirmuar lidhje me një vajzë që realisht është një vajzë super pozitive dhe... Qa ke bashkë, do futesh dhe të kosipje? Po. Ama, ja, mos më thuj se më qmande sa... Jo, do të them një lajm shumë interesant. Ja, e di dhe këte? Po. Je i marë. Sepse ka lidhe me një shqiptar, bëhet fjali për Adenjin, që luan me Dortmundi. Po? Ju kanë gjetur armë në shtëpi, doreza, bronzi e tjerë, dhe i kanë vënë një gjobë monstruoze, 480.000 euro për ta shpëtuar nga burgu. Me një 90 herë nga 7.500 euro do të paguaj që shluj dëmin. Si bi? A i bashketon me një këngëtare... Lordan Azefi. Prandaj... Shqiptare. E kemi dhëndër. Ore ti që ke i paparë dhe kronika e rënëse, dhe më thënë një fantastik fare, më burë dhe... Më i qaj halin ati, se një tjetër vend ati do ishte në burg. Okej. Pa tjetër. Qatë temi tjetër. Okej, po këshu, si shenjë horoskopi, i di këta të komentarës, kush i ka ditë me radhë? Jo më zja, o di gjithë ditë lindje, disave, kur futëm e shikojmë, se sërse i mbajmë mund të ku. Se s'flim me qunat e komentarës, duke i majtë regjistrën tyre. Si ishte kjo? Regjistrën e ditë lindjeve tyre, nuk flem e poshtë koke. Po, me gjatë di gjithë një, ke proton lajme ditë me radhë. Dica lajme, dica gjëra, Shikoj që këti fosë të anglesë që thamë parandesë, se jatë lezeshëm të anglesë, 3 luanët. Of. Of course. England? Yes. How many? 5-0. 5-0. No? Yay! I think Albania is going to 1-0? score 1 goal. Oh, 5-1. 5-1. I think 1-1. Do you? Yeah, 1-1. It's very optimistic. Yeah. What about the match tomorrow? We will win 2-0. 2-0, huh? 2-0. Albania is going to score tomorrow? No? No chance. No chance. Keep a clean sheet and keep the record. 8 games out. Are you sure? Certain. What do you think about the match tomorrow? I reckon we're going to win about 3-1. 3-1? Yeah, I think they'll get a goal. Yeah? But, well, we never know. You never know. Let's see tomorrow. So maybe Azuni will score. But what's your name? Mark. Mark, hi Mark. Where are you from? From near London, but we live in Spain. Do you know any Albanian player? Oh, absolutely, yeah. So in Spain, my team is Granada, and Mirto Azuni is a legend in Granada. My favourite player for 3 years. Really? And sadly, he left last year,
but Azuni is like one of my favorite players. So I'm very happy to see him doing well all the time, and yeah, I follow his career very, very closely. Have you met Uzuni? Yeah. I've met Merto a few times. His English is very good, and a great guy. It's a shame he's not at Granada anymore, but we wish him all the best. I mean, England have not conceded one goal yet, so maybe Azuni will score. What a party! Maybe, but it's a party for England fans and Albania fans, in my opinion. Ka qenë atmosferë fantastike, gjithë anglezët tu në disa vende u mbarua birra, s'kishe birë fare. Vërtet, mbrëma? Po, birë me fuqi. Po ti ke po mirë, ti si e patrullimi gjithë Tiranës, që ti shikosh. Ja ku ishim ne, ja ku ishte kamera dyshit i bëri gjithë intervistë. Si pe, okej. Ku kanë qenë? Ja, ta them unë mas kësaj. Emanuel Losi, lidhje paralele gazetari hynë për të thënë të rejat më të fundit nga vendi dhe bota. Përshëndetje Emanuel. Përshëndetje Altin, Nikol dhe të ftuarit në studio. Po e nis me njëherë me Armando Brojen, i cili pësoj një ndrydhje gjatë ndeshjes me Anglinë. Deri tani mund të përmend vetëm situatën me ndrydhjet. Pra, ka 3 shkallë. Shkalla e lehtë, e cila do ta kthente në fushë pas një jave, shkalla mesatare që duket se Broja nuk ka shkallën e lehtë për shkak se shfaq probleme në vështirësinë e ecje dhe dhimbje, ajo do ta kthente në fushë mbas 1 muaji. Ndërkohë shkalla e rëndë do ta mbate jashtë fushës së blerë për 3 muaj. Mbetet për të parë nga ekzaminimet dhe analizat se çfarë shkalle po kalon Armando Broja. Okej, inshallah urojmë që Armando Broja të rikëbërohet sa më shpejt, hylli skuadrës son, ka qenë një moment vështirë gjatë gjithë javës për vetë performansa dhe i vjen dhe ky dëmtim që dhe shpresojmë që të kaloj. Duke se do të mbaje të paktën 1 muaj jashtë fushës së blerë. Okej. Ndërkohë për të ndalur pak tek situata e shortit të play-off, atëherë do të kemi një short të njëjtën me 20 nëntor. Shorti do të hidhet në orën 1 në zyri të Zvicrës. Në këtë short tashmë është zyrtare dhe nuk mund të ndryshojë. Shqipëria do të jetë pjesë e vazës së tretë. Kundërshtarët e mundshëm janë Slovaki, Skoci, Çeki dhe Irlandë për momentin. Por kundërshtar si Irlanda mund ndryshojë pasi Walesit i duhet vetëm fitoria me Maqedoninë e Veriut për të shkuar në vazën e dytë. E sigurt është se ndeshja e parë, pra gjysmë finale, është teke dhe do të luhet në transfer më 26 mars. Nëse Shqipëria e kalon këtë ndeshje, atëherë finalja e madhe do të jetë me 31 mars. Për të mbetet për të caktuar nëse do të jetë Shqipëria ekipi pritës. Ndërkohë, lajmi mirë është se nuk donim një përballje me Kosovën dhe nuk do të ketë pasi edhe Kosova është pjesë e vazës së tretë. Shumë mirë. Kjo është pozitive që tikim të dy skuadrat jemi në botror. Atëherë do ishte mega party, edhe do të diskutonim këtu në Megasport. Vazot, pra kualifikimet, duke se kanë hapur dhe një tjetër diskutim mes përfaqësuesve nga Europa, që janë pjesë e UEFA-s dhe atyre të Amerikës së Jugut. Është trajneri Gattuso i Italisë, i cili do të marrë pjesë në play-off, që ka kritikuar se janë 54 përfaqësuese nga Europa dhe ndërkohë vetëm 16 shkojnë në total në botror. Ndërkohë nga Amerika e Jugut, duke qenë vetëm 10 skuadra konkuruese, 6 prej tyre shkojnë në botror, ndërsa një tjetër ka mundësinë e play-offit. Emiliano Martinez, portieri i Argentinës, ikon tek Argentina tashmë, e ka kundërshtuar këtë deklaratë të fortë të Gattusos, pasi ka thënë që në Europë luajnë në fusha dhe në kushte shumë perfekte. Nuk e din si është Amerika e Jugut dhe çfarë vështirësish shfaqen aty. Okej, mirë, edhe ky shumë interesant, Emanuel. Është diskutuar vazhdimisht nëse do të ketë një ndryshim në numrin e përfaqësuesve që marrin pjesë nga UEFA në botror. Por për momentin mbetet ky numër, i cili janë shtuar vetëm 2 nga herët e tjera, faktikisht. Dhe 4 do të zgjidhen nga play-off. Janë 16 skuadra në play-off dhe vetëm 4, ku një prej tyre mund të jemi edhe ne, shpresojmë. Shpresojmë gjithë së bashku, po, ke drejt. Robert Lewandowski mbetet akoma, po kaloi pak nga bota. Po. Robert Lewandowski vijon të trazoje ujërat tek Milani, pasi është iglitari i cili është takuar me përfaqësues të lojtarit. Duhet thënë se Lewandowski duhet të ulë pretendime dhe po ashtu komisionet që mund të përfitojnë agjentët e tij duhet të ndryshojnë. Lewandowski ka kontratë deri në fundin e sezonit me Barcelonën, që gjithashtu duhet gjejë një zëvendësues. Mirë, Emanuel, të falenderoj për të gjithë informacionet. Apo jo, e mbyllëm?
Mund përmendja pak edhe Myrta Uzunin tek zërat që dërguan tek Cagliari. Bëhej fjalë për një huazim. Po, tek Cagliari. Po. Bëhej fjalë për një huazim pasi Cagliari nuk ka faktikisht mundësitë financiare që ta përballojë direkt një blerje, ndërsa Austin afron mundësinë, duke qenë pushim deri në mars, kampionati amerikan, afron mundësinë e huazimit. Megjithatë, kjo pistë mbetet në dyshim për shkak se Cagliari nuk pretendimet e Uzunit janë të mëdha. Është folur për një rrogë 2.1 milion euro nga ana e ndërkombëtarit ton, dhe kjo rrogë duket se e mban pezull kalimin e tij në Serie A. Megjithatë, sinjalet e Europës mbeten, pasi kujtojmë se Uzuni së fundmi ka ndryshuar dhe agentin e tij. Okej, mirë, Emanuel Lozi, të falenderoj për gjithë informacionet. Ne jemi në fund, mbritëm fund, Nikol, mbrëmje zjarë sot, me jatë. Një energji do të themi, do shkojmë që këte palestra tani. Po, do të jemi Matrix Fitness Center është momenti. Po. Është një nga palestra